Pse Ramush Haradinaj dha dorëheqje? A është smut në Isan, apo po bëhet gati për president? Apo thjesht çka po ndodh me të? Këto janë disa nga pyetjet e shumta që këtë ditë kanë kapluar opinionin e gjerë kosovar. Haradinaj 2 ditë më parë njoftoi Këshillin e Përgjithshëm të partisë se me ai nuk do të kandidoj për kryetar dhe se ka ardhur koha që dikush tjetër ta drejtoj partinë që ai e themeloi dhe e udhëheqi për më shumë se 25 vjet. Ky lajm tronditi të gjithë, marrë parasysh se në opinion nuk kishte qarkulluar as edhe një spekulim i vetëm për largimin e komandantit nga jeta politike. Befasishme, si rëndom, kur ka këto lajme të befasishme, ka dhe shumë interpretime rreth arsyes së largimit. Rjeti shpërtheu pasi që njeriu që ishte kryeministër i vendit për 2 herë la disa pikpyetje. Pati të atill që thanë se Haradinaj është i semur dhe se kjo po shihet edhe në humbjen e peshës. Të tjerët thanë se ai po bëhet gati për president të Kosovës. Mirë po, sa i përket shëndetit dhe dyshimeve, ishte pikrisht bashkëshortja e tij, Anita, që ju dha fund atyre. Ajo tha se Ramushi gëzon shëndet të plot dhe se humbja e peshës ka të bëjë me përgatitjet e tij për të ngjitur në majën më të lartë të Evropës. Anita po ashtu tha se po të ishin të vërteta këto spekulime, ajo nuk do të paraqitej në publik dhe se as nuk do të çeshte, por do të dëgjohej larg duke qarë. Sa i përket postit të presidentit, Haradinaj ka thënë se deri tash nuk ka ndonjë të re në këtë aspekt. Mirë po, nëse deputetët do të kërkonin që ai të kandidonte, atëherë do ta bënte një gjë të tillë, siç ka thënë ai për të mirën e vendit.